يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet i dërgojna Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes e tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të nderuar, nëse Allahu Azza wa Jall diçka në Kur'an kishte me përmend vetëm një herë, ne duhet jemi të bëjmë të smallojmë të dëgjuarit ton dhe ta ndëgjojmë se çfarë Allahu pas ka desh me atë send me ton. Kjo nëse Allahu Azza wa Jall veç një herë e përmend një send në Kur'an. Ndërsa nëse përmend më shumë se një herë, dy herë, atëherë fokusohu më shumë se ka një rëndësi të veçantë se Zoti dy herë përmendi në Kur'an. Ndërsa a e dini se sa herë Allahu Azza wa Jall e ka përmend fjalën dije me sinonimet e saj në Kur'an? Allahu Azza wa Jall këtë në Kur'an e ka përmendur 856 herë. Brenda Kur'anit e ka përmend fjalën dije me sinonimet e saj. Nëse njonit veç pak i punon mendja e tij dhe e ka të gjallë zemrën e tij, atëherë duhet ta kuptoj se sa e rëndësishme qenë ka dija në dinin islam. Sa vlerë të veçantë pas ka me qenë njëri ditur, sa vlerë të veçantë, sa pozitë të veçantë pas ka mu mirë me dije, mu mirë me lexim, mu mirë me studim e mos me nejtë bashkëqyshërin disa prej njerëzve. Për këtë arsye, edhe pejgamberi alayhi as-salatu wassalam, hadithin që sjell Tirmidhiu dhe sasaj Sheikhul Albani që tha pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal aradin, thotë Allahu, thotë pejgamberi në hadith, vërtet Allahu Azza wa Jall, ai në qiell, edhe melekët, edhe banorët e qiellit, edhe banorët e tokës, hatta namlata fi hujriha, derisa edhe milingona në vrimin e saj, derisa edhe peshku në deti, krejt këta, tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, qojnë selavat, lutën, e përmendin për mirë njeriu që ju shpërndon hajr dije njerëzve të tjerë. E përmendin njeriu e dijes. E vreni se sa Allahu Azza wa Jall ka ngrit dijen dhe njeriu e dijes, sa që edhe peshqit në deti, sa miliarda, ose dhe mbi miliardëve Zoti e di numrin e tyre, krejt ata mu lut për ty, pse ti po miresh me dije, pse ti po lexon dhe po studion. Për këta shoku i pejgamberit Abu Darda radhiyallahu anhu, me që ata ishin njerëzit më të ditur të umetit pas pejgamberit alayhi salatu wasalam, a di çka thotë ai thotë ma nahnu laula kalimatul fuqaha, zvelejna kur gjo, edhe pse ishte shoku i pejgamberit, edhe pse ishte prej të parë, edhe pse di ndej çato, thotë na mos ishin fjalët e fuqahave, mos ishin fjalët e juristëve, mos ishin fjalët e dietarëve, të njerëzve të dijes, ata më na drejtutet zvleshmi na kur gjo. Edhe pse shoku i pejgamberit tha mos ishin fjalët e njerëzve të dijes, na zvlejna kur gjo. Prandaj edhe Hasan al-Basri, një prej gjeneratës së dytë, rahimahullah, tha: "Ad-dunya kullaha zalama." O ju njerëz, tha Hasan al-Basri, dunjaja krejt, dunjaja është errësirë, me përjashtim të nejave të njerëzve të dijes. Në errësirë jetojmë, me përjashtim nëse të rastis ty me nejt ose një kafe me pi, ose një nej me bon me njerëzit të dijes, për ndryshe, je në errësirë, kështu tha Hasan al-Basriu. Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah tha:
Innama an-nasu bi shuyukhihim. O ju njerëz, sa Imam Ahmedi, njerëzit kanë vlerë sot janë në rrethin e njerëzve të dijes. Njerëzit kanë një pozitë, kanë vlerë, qatë sot rrinë me njerëzit e dijes dhe qatë so ju afrohen njerëzve të dijes. E qatë ditë si të vdesin njerëzit e dijes, sa Imam Ahmedi, atëherë s'mbetet vlerë për personin mo heq. Njëherë për herave të regon e Buzur'a, thët e takova Imam Ahmedi njëherë për herave. Tha ishte edhe vizitova. Buzur'a ishte djetari nivellet të ti edhe shkoj të Imam Ahmedi. Imam Ahmedi në qëto momente ishte të ne, si me shukin e vetë, ishte i shtrin në krah, i mbështetur. Tha e Buzur'a, ato për ato të bo laf, sa ta njerëzit e dijes bojnë laf rreth dijes. Ata nuk mirën në nejat e tyre me lafet kote bushe, po ata mirë edhe lafet edhe nejat e tyre i kanë të lidhura me dije. Edhe Imam Ahmedi ishte i shtrirë. Thëtë Buzur'a, ja përmenda Imam Ahmedi dhe i thash, ja përmenda një prej gjeneratës e dytë, tabiin e ka pasur emrin Ibrahim ibn Tahman, ka qenë i furt në hadith i gjeneratës e dytë, dhe që ato. Si ja përmenda tha këtë djetartë madhë, që ishte ma i larë se Imam Ahmedi, si ja përmenda, Imam Ahmedi tha i shtrim, ishte në krahun e ti, u drejtu, u qu, Imam Ahmedi u drejtu, tha, nuk është etike. Kur përmenet djetari, me nejt i shtrim në krah, nuk është etike. Ndërsa nësi amot mi etiken, e Imam Ahmedit me etiken e gjeneratës tën, jo që sështë etike kur përmenet djetari, po sështë etike të këta, të këdisa, që kur përmenet pa e fy djetarin, njërin e dijes, pa e fy, pa e nënshmu, pa e përdhës, të këta sështë etike që shtë. Ate Imam Ahmedi vish kur përmenet emri ti, sështë etike me nejt mushtri, po do të më ullë, se u përmen një njëri që Allahu, Azza wa Jalla dënë dhe pejgamberi a.s. Por prej këshillave të Lukman Hakimit, këni ndëgju, Lukman Hakimi njëri që Allah ka përmen Kur'an. Edhe është diskutu në mesin e djetarve, a ka qenë pejgamber, a s'ka qenë pejgamber. Në herë tjetër, është vendi ku përmendet. Më rëndësi, ky prej këshillave, a e dini se çfarë këshilla ja dhon ke djalit vetë, që përmenë këshillat e Lukmanit, djalit e vetë që ja ka drejtu. Prej këshillave i thëjke, ja bunej, gjalisil ulema, o zahimhum bi rukbetejk, o djali jem, këshilla ime që po të adhon, ullu qëndra me djetartë. Edhe mos i shkoqit gjojt të të për gjojve të ti, vazhdimisht kap ju djetarit rrimropa. Kështu ja dhon kë njeriu që Zoti e përmendin Kur'an, që u diskutoi ka është pejgamber apo jo, këshillën ja dha djalit të vet, mos ju shkoq dietarëve, e nuk i tha mos ju shkoq ignorantëve, e nuk i tha mos ju shkoq atyre që veç mirën me gjëra të kota, por tha mos ju shkoq dietarëve. Për këtë po ja përmendi se sa e vlerësoni ndijen Ebu Jusufi, si shembull. Ebu Jusufi ishte nxënësi i Ebu Hanifes. A që dënë të dijen dhe njeriu në dijes, Imam Ebu Hanifen, a e dini se sa e ka ndjek Ebu Jusufi, Imam Ebu Hanifen? Që në kokat e tona na duket vërtet interesante. Ai e ka ndjekur hoxhën e tij dhe as një ders nuk i ka ik prej hoxhës e tij 17 vite me radhë. 17 vite. Na me ndjek një hoqë 17 dit, na dolin pak dë njerës. 17 dit me njek një hoqë, unë bu në alim se 17 dit e njek ka që ato. A i 17 vite, edhe apes ka guzu me full para hoqës e ti. Edhe a di shka i rasisi njëherë për herave këti Ebu Jusufit. Ti, edhe kjo ka qenë djetari madh i medhebit Hanefi, një dit për i ditve, zoti e godit, e sprëvaj, i vdiq djali. Por, e kishte godit Zoti bashkë në qatë momentin kur i vdiq djali, që u duhke mu bo pastrimi i djalit, edhe vërosja e ti, kishte dersi Imam Ebu Hanifja. Qatë shumë e vlerësën të ky njeri, atë shumë e vlerësën të dijen, sa që ju tha akraballaku të vetë, familjes, fëmijëve të tjerë, e migjallarëve, djemve të miqës. A di çka ju tha? I tha amoni ju kuft, që djali unë ka vdek. Merë në djalin tem, e lane pastrën e qefinesini, edhe vërës në filanveni, se unë nuk muj me lane dersin e hoxhës tem të Hanifes. S'muj me lane, se po tut në rasisht në qatë ders, ka ik dishka, që ka thonë që unë se kam dit, e ka ik prej meje, unë e mu për jetë, ka me qenë njeri pënduar dhe me stres dhe me mërzi për jetë. As djalin e vetë nuk mori pjesë në vërimin e djalit vetë, që në kohën tonë, une mëse i bindur jam, kishin me akuzu personi si njeri të shmendur.
Si a ki në i tru men ajo, ke shkusun ke lën ders, ti, ndërsa edhe ke ndjek hoqë, për më shkun ders të këhoqë ajët. Ju kaq, po të natë zonjë të shmendur ti një tru, pak me bënu punën, atë punën një tru në komunë, ose dikun tjetër, një tru me bënu punën, a jenë veti ti, qysh për në punën për më shku me ngu një hoqë një tru ders. Ndërsa, qyshtët e le nejen, me këshilokin e ke pos një nej, kafët i ke pos mi pi, e qysh i leti ato për një ders, atje në Prishtinë me shku me ngu. A e vrejni sfar dalimi kemi na me ato. Ndërsa kjo Ebu Jusufi që në përmenda, kjo e kalon edhe vërimin e djallit të vetë, por mës me ik një ders. Mirë, po Allahu ta zavënësën. Allahu Azza wa Jall ja bërë që kjo me konë Qadil Qada. I kënë thonë me emrin Qadil Qada. A di shka i bjen me Qadil Qada? Qadil Qada i bjen gjykos si gjykazve. Së është bashkimi e si emrin, kënë thonë djetarët, po këti ja kënë gjitë qështu. Qadil Qada, gjykos si gjykazve, sepse e dha diçka për Allah, por Allahu Azza wa Jall këti i azavansaj. Kështu pra ata ishin të interesun për dije, kështu ishin të interesun për njerëzit e dijes, e jo qysh jemi në zamanin tonë. Ndërsa Ibn Sahnun, një dietar El-Qayrawani që ka vdek në vitin 257 Hijri, atë shumë ishte interesuar për lexim, atë shumë kishte vullnet për lexim edhe për dije, sa që e ishte në gruën shpinë e tij, që u quajte Midam. Edhe aja gruaja erdhi Asia, ja pregaditi do buk, edhe i tha zotnia jon, hajde ha buk, qetavi shpak si jam i nxon me një libër. Te na me bom me ndu në një në shpia tona qështu, nashta ka në një, vështë raste urgjente janë trolla, me bom me ndu të më di shka ndu në luft mes familjes, ndërsa e tha, më së mgo se jam i nxon. Ani tha, e priti masjacijis, priti 1 orë, 2 orë, s'po vjen zotnia i vetë me hongër darkën heq, ati shka boni kjo gruja e shpis, e mori bukën, edhe shkoj, a ishte zhyt në liber, aq jepke kurajo libri, aq jepke vullnet, aq kishte dëshirë për leximin, sa që kjo gruja i erdhe atë, edhe ja dhon ke me lug ato që ka dej ke me ngron, edhe ja dha kytat ejnën, në gojën e ti, ja dha kerejt, kur erdhi u therë ezani sabahit, si u thirë ezani, ata e kënë la senet më. E më sheli libën se u therë ezani, edhe i tha, o Midam, o i ti grue, i tha, a më duket be pa të mërmen do buk diçka? O zotnia jam, tha, valla bukën ta ku më dhone në gjysë natës me dorën time. Valla s'po dish, se kam mende këto heq. S'po dish na heq. As si ka shku menje se çka është bon, se ka qenë zhytur me dije. Prandaj na ata i kena referencë. Kur themi se një qasi imami ka thonë çështu, e na duhet më mot a me vepru pasaj a është apo s'është ndryshe. Për këtë Imam Khatib el-Baghdadiu kur tregon Hafidh el-Dhahabiu për këtë Khatib el-Baghdadiu thot, aq ishte i interesuar për dije, sa që kur e merte si ke pos mjetet si tuna, edhe pse edhe këtu tunat e kanë mundësin, ju që kini rrugët e gjata, mos me ju humb kjo rrugë badihava, por shfryzën e rastin, elhamdulillah, kini ligjerata së dani, lëshënë një ligjerat edhe nga në keret veturat tua, nga një ligjerat, e mës nga një muzikat e cilat janë të ndaluara, por nga një ligjerata në veturat tua, ndërsa qka bante, s'kishte vetur, por një heret s'kishte as mjet tjetër udhëtimi. E merke sa herë që e merke një rrugë, e kishte një tërmen me shku dikon, e merke një libër në dorë, edhe tu i hes në herë që t'ke koma po më rëndësie që t'ke libër për para, tu i hes me shku të veni, edhe tu i lezu. Tu i hes e tu i lezu. Kështu ata është fëtëzën në kohën, ndërsa Ibn el-Gjauzije. Nëse dëni me di se kështysh lezohet libra dhe përi, ka një kena njerës që na i referohemi atyre. Ibn el-Gjauzije tha, o ju njerës, vallahi tha, une kur ta gjoj, ju kur ta lexoj, se për mërzu së diskutejke, por vish kur ta gjoj bërë një libër të mirë. A dini cili është gëzimi, tha të kone? Vallahi tha, jam ma i gëzushëm se njoni më dhonë margaritar, diçka ma të shmueshme se ari dhe argjenti më dhonë dëq, kështu më dhonë tha, unë jam ma i gëzushëm se kaq nëse njoni ma jep një libër, ndërsa në kohën tonë i dhajmë libra, i qojmë prahnat e tyre libra, se të dojnë libra vetëm se me lezu nuk dojnë, me mësu nuk dojnë, me di se Zoti madhëreshëm shka ka thonë nuk dojnë, ndërsa kë imam që e përmend në Gjauzije tha, nëse dikush më thot mu, se a thu për ti që po flet për dojnë librat, so libra i ke lezu, tha nëse kisha mju thonë, thonë e juve, që i kam shpretu 20.000 libra, ato janë edhe ma shumë, tha.
E unë tha, ende jam duke shfletu. Llogaritni mbi 20.000 libra, e që Heneza i ka jetu dhe Henez tjera ka shfletu, ai i ka shfletu. Ndërsa në zamanin tonë, në kohën tonë, ju 20.000, po nëse njoni 20 libra i ka lezu, vallahi, ka prej tyne që 20 libra nëse i kanë lezu, hoqës i jep ders. Edhe hoqës të ba pyk, këtë të hoqë, të s'po dinë po di se kam lezu 20 libra. Kështu, pra ai dalimi me styre dhe neve, prandaj të ke Ikrame, një prej gjeneratës së dy tabiin, një djetari ma, tabiin që ka lavdru Allahu përmes gjuhës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A di çka tha? Duke i ditë vlerën e njerëzve të dijes. Tha iyyakum an tu'idhu ahadan min al-ulama. Ikrame tha, o ju njerëz, kujdes, mos e shqetësoni. Mos e shqetësoni ndonjë prej dietarëve. Fa inna man adha aliman faqad adha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Se dinë se na bojna një krahasim, tha. Kush e shqetëson një dietar për shkak vlerës që ai ka, tha ai veç e ka shqetësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Qysh sa fjalë të rëndë të mëdha tha. Me bo me shqetësu, tha një dietar, e ke shqetësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se dietarët janë trashëgimtar të pejgamberve, ta trashëgimin më të mirë në ruzullin të kësure kanë dietarët, se kanë trashëgu ato që kanë thonë pejgamberët. Kështu pra, ata thanë, po nëse veç një dietar një tru e fyn, edhe e nënshman dhe e përdhos, dije se e ke fy pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Na lusmi Allahun azza wa jall që prej njerëzve të dijes të na ban. Lusmi Allahun azza wa jall që me njerëzit e dijes atje në xhenetin ata kanë. Lusmi Allahun azza wa jall që ummetit islam ku do në tokë që janë, Allahu të ndihmon. Walhamdulillahi rabbil alamin.